Tregon për turizmin malor, ju keni potencial të madh për të kriju turizëm malor. Ne si shtet kemi gjithashtu potencial të madh, edhe pse nuk kemi deti, po malet i kemi të mrekullueshme për ta realizuar këtë pjesë të shoqërisë. Cili është plani juaj? Kena plan konkret për zhvillim të turizmit. Një prej pikave në plan programin tim është edhe zhvillimi i turizmit. Jo vetëm turizmin malor, këtu kemi Dilumej në Saraj, Vardalin edhe Treskën, kena liçenin Treska, kanjonin e Mathës, gjitha të male rreth, kena ujvar, ose për informacion ndoshta do kush nuk e di, sillare tepërme, 2-3 kilometra më nalë se sillarja e epërme, kena një ujvar të vogël. Dhe me thonë, kena shumë pasuri natyrore, por fatkeqësisht që e ceka më parë, se i kena shndru në deponi Tegra. Dhe me thonë, pjesën e parë do t'i pastrojmë këto, se i përket zhvillimit të turizmit, deponi Tegra, do mbjellim fidane të reja, me të vetmin qëllim që ta nxallim atë vend ku u ka me vite u ka bon mbledhja apo vëllurimi i mbeturinave, edhe ta kthejmë në gjendjen si ka hije atë natyrën e vet, edhe pastaj zonë të zhvillojmë to pjesë të cilat i kemi si pasuri,